Në javën e parë do të jemi miratimi I projekt ligjit buxhetit për vitin 2026, vendimi për caktimin e pensionit minimal në vlerë prej 150 euro që prek rreth 200.000 pensionistë, vendimi për rritjen e shtesave për fëmijë me 50% mbi nivelin aktual që prek rreth 400.000 fëmijë, vendimi për rritjen e pagës minimale në 500 euro që prek në pjesë të madhe të punëtorëve të sektorit privat, gjithashtu prek edhe të rinj që janë angazhuar përmes platformës Superpuna, si dhe gratë e hona të se përfitojnë nga shtesat, dhe miratimi I ndryshimit të plotësimit të ligjit që mundson heqjen e kufizimit të punësimit në sektorin privat për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që janë përfitues të benefitit të veteranëve. Janë edhe një sër marrëveshjesh ndërkombëtare që janë në pritje, përfshirë edhe planin e rritjes Bashkimit Evropian, e që do të jenë prioritet I ynë si qeveri që të sjellim sa më parë në kuvend dhe shpresoj që ju deputet të nderuar do të keni vullnetin që të mbështesni me votën tuaj. 4 vitet e fundit kemi ndërtuar me krejt çfarë kemi ditur e mundur themelit e një Kosove më të drejtë, më të fortë dhe më gjithëpërfshirëse. Kemi pasur rritjen ekonomike më të lartë në rajon përkundër sfidave globale, me një rritje mesatare prej 6% duke mos rënë asnjë vit nën 4%. Sfidën e inflacionit që ka goditur të gjithë kemi arritur ta menaxhojmë me politika mbështetëse për qytetarët dhe jemi vendi me shkallën më të ulët të inflacionit në rajon në këto 4 vite pas Shqipërisë. Kemi shtuar punësimin nga 350.000 punësuar në 430.000 punësuar dhe kemi rritur edhe të ardhurat e familjes duke rritur pagën minimale, pensionet, shtesat për fëmijë, por edhe pagat sektorit publik. Kemi bërë shumë punë të mira, por kemi edhe shumë punë të tjera të sigurisë. Kemi liberalizuar vizat në zonën Schengen dhe tani pasaporta jonë e shtetit tonë përbashkët është më e fortë se kur. Kemi përmirësuar imazhin e vendit duke u ranguar në top lista për siguri dhe rend, siç ishte ajo e Institutit Gallup, dhe kemi siguruar edhe vlerësimin kreditor sovran, 2B minus që është keq për fillim, gjë që na hap dyert të reja për investimet të huaja të tjera. Rritja ekonomike po vazhdon, megjithëse kemi qenë qeverinë e dytë. Në 3 mujorin e dytë ishte 4.58% të bruto produktit vendor, dukshëm më e larta në rajon, dhe kjo për ata që shpesh e kontestojnë, është shkalla e rritjes reale, pra pasi që të hiqet inflacioni. Llogaritja e rritjes për 3 mujorin e tretë publikohet më dhjetor, e që gjithashtu pres të jetë më mirë se I gjithë rajoni, sepse këtë e konfirmojnë edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe bankat.